Komentuesi thot, po baba thot e ka shpinën e vet, e ka fjalën për tek ajo videa tjetër, në momentin që për shembull është një familje dhe vdes babai ose mamaja. Në këtë rast kishte vdek mamaja dhe babai donte të martoheshe dhe vajzat nuk e lejonin që të martoheshe babai. Atëherë, ky thot është shtëpia e babait. E para punës njerë, në qoftë se prindi babai e ka të trashëguar shtëpinë nga familjarët e vet, dhe njerë se trashëgimtar njerë janë gjithë familjarët e familjarëve, po e zëmë se ka vetëm ky në pronësi shtëpinë. Në momentin që ky burri është martuar me këtë gruan, në atë shtëpi ka bërë investime, sa ajo shtëpia mund të jetë shtëpi para 100 vitesh, dhe në atë shtëpi kanë bërë investime si me orindi, si me savotime e tjera. Pra ka kontribuar edhe gruaja, plus kësaj ka bërë edhe shërbimin ndaj fëmijëve, dhe shërbimi i shtëpi, larja, pastrimi, kuzhina e tjerë paguhet, plus kësaj gruaja mund të ketë qenë edhe në punë. Përveç kësaj, pra i bie që gruaja automatikisht i bie të jetë bashkëpronar, se ju nuk i njihni ligjet, po hapi lexoni ligjet. Unë marr vesh nga ligjet, se kam studiuar dhe lëndë juridike, por përveç sa i lexoj unë, po lumtoj. Ligjet e kodit, lexoni kodin civil dhe kodin familjar dhe do kuptoni këtë që po them unë. Plus kësaj, në momentin që shtëpia mund të jetë blerë nga bashkëshorti, por e thjesht e rezulton në emrin e bashkëshortit, në emrin e babait, kjo nuk do të thotë që babai është pronar, sepse në kohën e Enver Hoxhës shtëpia vihej në emrin e babait, nuk vihej në emrin e babait dhe të mamas, që do të thotë që në ato vite sot edhe gruaja llogaritet si bashkëpronare asaj shtëpisë, se burri mund të ketë qenë punë, pa ato punë të shtëpia llogaritet çdo gjë te kodi familjar në momentin që bëhet ndarja e shtëpisë. Pra automatikisht i bie që edhe gruaja të ishte bashkëpronare. Në momentin që gruaja vdes, ngulitin i vat në vesh, njëri prind vdes, atëherë anëtarët e tjerë të familjes me ligj marrin pjesën që ju takon nga prindi që ka vdekur. Kështu që nuk është shtëpia e babait, por është edhe shtëpia e vajzave. Që do të thotë që ju meshkujt shqiptar, ju baballar shqiptar, duhet ta dini shumë mirë që në momentin që sillni fëmijë një keni përgjegjësi të mëdha dhe nuk është më shtëpia juaj, në momentin që të vdes bashkëshorti tjetër. Ashtu siç ka iku. Pra ajo shtëpia ke qenë ti me gruan tonë dhe fëmijët. U martuan fëmijët, u martuan njëra vajzë, iku. U martu tjetra, iku. Nuk ta solli ty bashkëshortin të shtëpia jote, por iku. Vdiq gruaja, iku, pra ikën njerëzit dhe është një marrëveshje e pashkruar që në momentin ajo shtëpi është një shtëpi e përbashkët dhe në momentin që nuk lejohet të sjellësh njëri tjetër në atë shtëpi për të jetuar. Nëse ti si baba do që të martohesh, bujrom, ik nga shtëpia, siç ka një goca do ikësh edhe ti. Bashkëshortja vdiq, siç ka një katë do ikësh edhe ti. Pra automatikisht me ligj ajo shtëpia nuk është e jotja. Në qoftë se ti do të sjellësh person në shtëpi, absolutisht që shtëpia është e jote për të jetuar ti. Po, patjetër që po. Por për të mos sjellë për të jetuar persona të tjerë. A ke të drejti për të martuar? Patjetër që po. Unë për krah shumë. Qoftë mamaja, qoftë babai ka të drejtë për të martuar, por të largohet nga shtëpia. Ajo nuk është shtëpia vetëm e jotja. Kështu që hiqni këto se ju vazhdoni akoma me kanunin e lek duajinit, që shtëpia është e babait, nuk është shtëpia e babait. Shtëpia është e babait dhe në mas janë dhe familjarët janë dhe fëmijët në moment që vdes njëri prind. Në momentin që dy prindërit janë gjallë, atëherë fëmijët e marrin pronën e tyre në momentin që prindërit njëri nga prindërit vdes, ose vdesin të dy e trashëgoj fëmijët e tyre. Në momentin që prindërit janë gjallë, pra kanë të drejtë të jetojnë janë shtëpia e tyre. Në momentin që njëri nga ato vdes, ndryshon hesapi. Dhe kjo është papërgjithshmëria e meshkujve shqiptar, se nuk ja kanë idenë fare as ligjeve dhe kujtoj shtëpia ime kjo. Po, është shtëpia jote. Po siç e ka shtëpia jote, pa e gruaja që ka derë lek atje në shtëpi që ka rrit fëmijët e tu, apo ato i ka buqyl ato. Vëmendje, gjoni këtë që po them.